E qartë, sigurisht edhe i çështjet fundit, doktores, kemi parë nëpër media që ka mungesë të medikamenteve për të sëmurit të cilët janë me tumor. Qyri televizion, normalisht e përmes qyri televizion dhe jo vetëm, janë denoncuar më së një herë. Do ketë ndërhyrje imediate në këtë sektor që personat të cilët janë të prekur ose kanë familjar të cilët janë të prekur me smundje tumoriale, të mos shkojnë të ende në dyerve të farmacive për gjetjen e një medikamenti apo të mos marrin gjysma dozash siç ka dalë në denoncime. Në mënyrën më urgjente të mundshme, e drejta për jetën është një drejtë universale që i garantohet çdo njeriu dhe në Shqipëria garanton kushtetuta. Ajo që u thash më parë, ne nuk po falim asgjë. Ne do japim ato që u takon qytetarëve të këtij vendi, që të marrin shërbime shëndetësor, por më tepër qytetar, pacient që janë smur rënd. Është një drejtë nga Zoti, por një drejtë edhe me ligj. E gjëja e parë, urgjente që do bëhet që kurrë mos i mungoj asnjë medikament. Sa do i shtrenjtë jetë, asnjë medikament, sa do i shtrenjtë, nuk është më i shtrenjtë si jeta e një njeriu, si jeta e një pacienti që mund të jeti për mungesën e tyre. Por, jo vetëm në pacientët me smundje të onkologjisë, por ka plot pacientë të tjerë, për të cilët shteti do t'i dali zot në sistemin publik, që janë pacientët me smundje cerebrovaskulare, pacientë të tjerë të smundje të hematologjisë dhe raste të tjera të interventeve që shteti duhet t'u afrojë sepse ka detyrë t'u afrojë në sistemin publik. Është një gjë që do bëhet në mënyrën më imediate të mundshme. Asgjë nuk ka më shtrenjtë se jeta. Dhe për jetën do urgjentisht të ndërhyjet sapo Partia Demokratike të vinë në pushtet. E qartë, përsa përket edhe laboratoreve, do ketë shtime laboratoresh nëpër qendra spitalore në mënyrë që edhe çështja apo edhe aparaturave diagnostikuese. Në mënyrën më të padiskutueshme, të gjithë protokollet e reja të mjekimit që zbatohen në Europë. Pasi ne atje jemi edhe në Europian dhe themi do të bëjmë shumë shpejt pjesë e Europës, kur Partia Demokratike të vinë pushtet. Të gjitha protokollet e reja të ekzaminimeve, të aparaturave dhe të terapive do të aplikohen, pasi thash është në detyrimin tonë të përgjigjemi pacientët, të përgjigjemi qytetarëve të këtij vendi. Partia Demokratike ka në programin e saj këto si të parë për të kryer pjesën e shëndetësisë, pjesën projektës pacientëve. Do realizohet patjetër. Është një gjë që realizohet. Po të hiqen ato 100 milionët e koncesioneve, sigurisht që të gjitha gjërat e tjera realizohen dhe do realizohen patjetër. Doktores, në fakt, mbaj mend në vitin 2010-2011, mbaj mend që u nis një projekt nga ish kryeministri asaj kohe, zoti Sali Berisha, telemjekësia, pra, në rast se kishte ndonjë ndërhyrje e cila ishte delikate, me ndihmën e profesorëve të ndryshëm nga në botë, bëhej edhe asistimi i tyre. A do vijojnë edhe teknologjia të jetë pjesë e shëndetësisë 2025-2029? Po patjetër që do vazhdoj, është një nga angazhimet që